Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arrestohen 5 motra që rëmbyen Bleona Matën. Ky është një lajm i fundit që ka dalë nga hetimet që janë rihapur në SPAK. Një kthesë e papritur ka tronditur krejt opinionin publik, teksa burimet pranë hetimeve flasin për një pistë të re alarmante për çështjen e zhdukjes së Bleona Matës. Sipas këtyre burimeve, 5 gra të afërta mes tyre janë marrë në pyetje intensive pasi dyshohet se mund të kenë pasur rol në zhvendosjen dhe trafikimin e vajzës së mitur. Theksohet se hetimet janë në zhvillim dhe askush nuk është shpallur fajtor pa vendim gjykate. Burimet investiguese bëjnë me dije se gjatë rihapjes së dosjes janë zbuluar lidhje të dyshimta mes disa grave, të cilat në kohën e zhdukjes së Bleonës ndodheshin në zonë dhe më pas janë larguar jashtë vendit. Dyshohet se ato kanë pasur kontakte me persona të përfshirë në rrjete të palishme, çka ka ngritur dyshime serioze për një skenar shumë më të errët se sa ishte menduar fillimisht.